Pasi ti njohësh këto sekrete, nuk do ta braktisësh më kurrë namazin e sabahut, me lejen e Allahut të madhëruar. Sekreti i parë. Engjëjt dëshmojnë për ty besimin. Po, vetë engjëjt dëshmojnë për ty tek Allahu. Allahu i madhëruar thot: me të vërtet, falja e mëngjesit është e dëshmuar. Pra vetë engjëjt e dëshmojnë atë. Sekreti i dytë. Namazi i sabahut të largon nga cilësia e hipokrizisë. Përderisa ti kujdesesh për namazin e sabahut, nuk je hipokrit, për gëzime për ty. Kjo nuk është fjale dikujt tjetër, por fjale profetit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, i cili ka thënë: namazi më i vështirë për hipokritët është namazi i yatsis dhe namazi i sabahut. Sekreti i tretë. Namazi i sabahut të vendos në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka thënë: kush fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahut. Koha e sabahut fillon kur thirret ezani e deri në lindjen e diellit. Kush e fal pas kësaj kohe e ka falur si kaza. Fjala në mbrojtjen e Allahut do të thotë se robi ka kërkuar strehim tek Allahu dhe Allahu e ka marrë nën kujdesin e tij. Sekreti i katërt. Namazi i sabahut është shkak për energji, gjallëri dhe gëzim gjatë gjithë ditës. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ka treguar se kur njeriu fle, shejtani e lidh atë me 3 nyje dhe i thot: ke një natë të gjatë, fli dhe mos u zgjo për sabah. Por profeti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka thënë: nëse njeriu zgjohet dhe e përmend Allahun, zgjidhet nyja e parë. Nëse merr abdes, zgjidhet nyja e dytë. Nëse falet, zgjidhen të gjitha nyjet dhe ai e fillon ditën plot energji dhe me qetësi shpirtërore. Nëse nuk zgjohet, nyjet mbeten dhe ai e nis ditën me plogësi dhe dembelizëm. Sekreti i pestë. Namazi i sabahut barazohet me veprat më të mëdha, si namazi i natës. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka thënë: kush fal namazin e yatsis me xhamat, është sikur të ketë falur gjysmën e natës, dhe kush fal namazin e sabahut me xhamat, është sikur të ketë falur tërë natën. Dikush mund të çuditet dhe të thotë: pra vetëm duke falur sabahun shkruhen tek Allahu sikur kam falur gjithë natën? Po, kjo është nga mirësia dhe bujaria e Allahut. Megjithatë, kjo nuk e zëvendëson namazin e natës. Përkundrazi, shtimi i veprave është më i mirë. Kush fal namazin e natës, pastaj edhe sabahun, ka fituar 2 shpërblime të mëdha. Sekreti i 6. 2 rekate sunet të sabahut janë më të mira se e gjithë dunjaja dhe çfarë ka në të. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka thënë: 2 rekatet e sabahut janë më të mira se dunjaja dhe gjithçka që ajo përmban. Këto 2 rekate janë më të vlefshme se çdo pasuri kalimtare të kësaj bote. Kush i le ato, ka humbur një të mirë shumë të madhe. Sekreti i 7, më i madhi. Namazi i sabahut është shkak për ta parë Allahun e madhëruar ditën e Kiametit. Nuk ka mirësi dhe begati më të madhe dhe më të bukur se sa shikimi i Allahut nga ana besimtarëve ditën e Kiametit. O Allah, na jep mirësinë të shikojmë në ahiret. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam një ditë ishte me shokët e tij, shikoi hënën e plotë dhe tha: ju do ta shihni Zotin tuaj ashtu siç e shihni këtë hënë të plotë, pa vështirësi në shikim. Do ta shihni Allahun qartë, ashtu siç e shihni hënën e plotë në qiell. Pastaj i porositi duke thënë: nëse mundeni, mos neglizhoni namazin para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Namazi para lindjes së diellit është namazi i sabahut, ndërsa para perëndimit është namazi i ikindis. Kush i ruan këto 2 namaze, do të jetë nga ata që do ta shohin Allahun ditën e Kiametit. Mendo, o vlla, a ka mirësi dhe begati më të madhe se kjo? A ka mirësi që barazohet me shikimin e Allahut? Atëherë, si mund ta humb dikush këtë shpërblim kaq të madh për një dunja kalimtare dhe pasuri të përkohshme?